nuk e gjej veten këtu. Pse? Sepse nuk mund të diskutoj, tha, për një rrugë 5 metra për 7 metra të gjerë, kur në kohën e Zogut u bë një bulevard që i plotson kushtet edhe tani dhe mbas 100 vjetësh. Ky është kur bëhet projekti. Kur ti ke një qytet të ndërtuar, Tirana nuk është se u ndërtua nga fillimi dhe u menduan rrugët e ngushta. Tirana është ndërtuar hapa sapi dhe kur ti ke një qytet ndërtuar me një korsi, ti bëj daljen me 7 korsi atje, ti prap do vesh ke një korsi. Ose do ta bësh gjithu nazën me një korsi. Kjo duhet të dhënë mundësi alternative, që do të thotë, nëse një pikë të caktuar, ti jep mundësinë që referuar mallësisë gjeometrike të rrugës apo zhvillimit të kësaj zone, ty ke implementim ose thithjen e 2 korsive. Ti nuk mundesh që të thithësh 4 korsi, dhe të thua që do shtojmë trafikun në një pikë të mëparshme. Tani çfarë bën ti? Ti si inxhinier, unë si inxhinier ose ata që hartojnë projektet e këtyre mjeteve do t'i jap një mundësi alternative më para, që të kemi shfryrën e trafikut në disa seksione të caktuara, që do thotë, nëse një drejtues mjeti do dalit tek liçeni, jep ja mundësinë ndërtoj një rrugë alternative dytësore që të kemi dalje tek mbikalimi i Selitës apo një dalje pranë pallatit me shigjeta, jep një mundësi alternative. Dhe ky është studim. Ky është studim që ti jep një mundësi drejtuesit mjeteve, jo absolutisht. Ata futen, por do t'jap mundësi dhe ata që hartojnë projektet e infrastrukturës rrugore duhet që t'i mendojnë, t'a studojnë trafikun. Nuk është projekt të bësh qëndrueshmërinë në soliditet, të bësh qëndrueshmërinë sa hekur, të bësh armimin e murave mbajtëse. Nuk është projekt i infrastrukturës rrugore. Projekti infrastrukturës rrugore do të kemë një sër komponentesh. Ashtu siç është qëndrueshmëria, ashtu edhe sa mund të jetë numri i makinave që lëviz. Kështu që vim tek rasti që jo vetëm cilësia e rrugës, jo vetëm cilësia e rrugës të trafikut, arrit edhe mënyra se si është projektuar e rrugë, se si është menduar e rrugë. Nëse e rrugë është bërë me një projekt falas, që kompania që dhuroi projektin të merrte zbatimin, sigurisht këtu do përfundojnë. Jo, këto janë vogëlsira që s'na duhen fare ne për të punë, ne flasim se si do të menaxhohet trafiku. Si që nga vogëlsirë që kur vjen nga Durrësi për të shkuar në qendër të qytetit do kthesh Djathas dhe për të kthyer Djathas do ecësh drejt. Si që nga vogëlsirë. Jo, vogëlsira në lidhje me kush i paguon o kush i merr. Po pra ky ishte projekt falas. Unaza e madhe ishte një projekt falas që ju servir ARSH-s dhe ARSH-ja e mori dhe personi që serviri ty të duket vogëlsirë, po aty fillon. Rruga fillon një me projekti D. Dhe aty llogaritën që në projekti D, gjithë pasojat do vinë, si përsa i përket çmimit, po dhe përsa i përket lëvizshmërisë mjeteve. Këtu në këtë rast, në rastin e Tiranës, unë nga mendimi im, nga gabindja ime, është që nuk ka të bëj rrugët me 10 korsi. Prap do ta kesh trafikun, sepse ti do dalësh nga një rrugë me 10 korsi, do futesh në një rrugë me 1 korsi, me 2 korsi. Jo, ideja ime është shpërndarja e fluksit në zonat caktuara. Pra, nëse ti do shkosh në Fresk, nëse ti do shkosh në Paskuqa, në Kamz, jepi disa alternativa dhe kjo bën shfryrjen e trafikut. Nuk mundet që të kemi vetëm një rrugë dhe ti të mendosh vendos polica, vendos gjithçka, zotin silli këtu, nuk e zhbllokon. Por mënyra se si do të ideohet, do një projekt konkret mbi trafikun dhe studimin e lëvizjes së mjeteve, qoftë në zonë urbane apo qoftë në zonat urbane. Kur bëhet rruga, duhet ta ketë projektin pra, që ta llogarisë që edhe pas 10 vjetësh, siç e tha Nazari. Projekte durat. Duhet që të bashkëveprojnë një sër mekanizmash në hartimin e projektit të trafikut, inxhinia e trafikut, siç ekziston në vend në Bashkimin Evropian. Është deg, është inxhinieri, është shkencë, nuk është fjalë që del një inxhinier tek pull mendon se do bëj projektin e një segmenti rrugor. Kushdo që jetë shkencëtar të jetë nuk e realizon dot. Rruga e Ndroqit do ta lehtësoj pak për shkakun që bëj investim. Po do ta lehtësojnë nëse ajo bëhet. Ajo është bërë 1 kilometër me 4 korsi dhe aty ka ndaluar. Domethënë nëse ti bën pjesë të vogla, ti nuk e lehtëson. Sigurisht që ajo bëhet me 4 korsi, ty të shfryn të gjithë fluksin që vjen nga autostrada. Rruga e Ndroqit me një pjesë të mirë. Po ti ne sot nuk kemi probleme vetëm me autostradën, ne kemi problem. Unë mundesh të shkoja në Dibër dhe për 1 minutë kam bërë nga fabrika e birës deri në dalje për të futur ke rrugë e Arbërit për 1 minutë. Aty më është dashur të ri 25 minuta për të dalë. Pse? Sepse vërtet kjo që thot inxhinieri është me 1 korsi dalja. Po dhe vazhdimi me 1 korsi është. Ja bëhet daljen me 3 korsi. Do ngecesh në vazhdim. Ajo duhet të jetë në tërësinë e saj qyteti duhet i ketë të harmonizuara korsit.
por këtu ne kemi një qytet që është parashikuar për 200.000 banor në fillimet e tij. Dhe fillon e rritet dhe ka arritur, tani po arrit kulmin që me këto parametra ndërtimi, do shkojë 2 milion banor. A kemi ne rrugë për të mbajtur 2 milion banor? Në këtë